Fundjava e parë e majit konfirmoi se Saranda ka hyrë tashmë në sezonin e plazhit, teksa temperaturat e rritura ndjeshëm kanë sjellë dhe frekuentues të shumë. Sot e kam filluar, depar sot. Kur gjej sa herë që kam kontakt me detin, nuk kam asnjë lloj problemi për punë. Vetëm mos ketë erë, mos ketë i trubullt, po që ujë i pastër, unë nuk rezistoj dot. Për kamerën e Blu Televizion, pushuesit tregojnë se ndihen këndshëm në Sarandë. Këtë mendim ndajnë dhe shqiptarët Kosovës, tashmë rezident në Sarandë. Ka Prishtina, po kem apartament. Sezonin na fillojmë në mars, po si vjet kem filluar më vonesë, për shkak kushte atmosferike. Vim shpesh këtu, ndër shtator, ndonjëherë edhe në tetor vim. Shkojmë vim kështu, nuk rrim. Ka në rregullimin e qytetit. Plazh ka pak, por jo shumë. Kalojnë mirë. Kështu inshallah koha na zgjat mirë edhe kështu. Ndërkohë më të zhurmshmit në plazhin e Santarsini ishin dhe një grup fëmijësh. Kështu duket se tashmë nuk ka më dyshime se sezoni i plazhit në Sarandë është çelur, megjithëse çelja zyrtare me ceremonitë e programuara nga bashkia mendohet se do t'i takojë fillimit të qershorit. Me sa duket rritja e temperaturave politike kur fushata zgjedhore po i afrohet fundit, nuk ka mundur të bëhet faktor për të ndryshuar diçka në këtë traditë të qëndrueshme për ata që plazhin nuk e ndrojnë me asgjë.